Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Përshëndetje dhe mirë se takohemi edhe sot në emisionin e rregullt në njëhin e mëshirës nga hëna në të premte nga ora 16 me transmetim të drejt për drejt nga studio RTI-s këtu në Prishtinë. Sot kam të ftuar Hoxh Muhamet Dermakun nga qyteti i Gjilanit, ku do të flasim për edukatën e muslimanëve. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullah, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana juaj. Çush është atmosfera e Ramazanit në Gjilan apo në pjesën e Moravës? Mirë, kryesisht mirë, në bazë të asaj që mund të vërojtojmë ne, numri i agjëruesve është më i madh se në vitin e kaluar, edhe ka ndikuar sigurisht që edhe temperaturat janë më të mira, koha është më e shkurtë. Dhe si vjetë ndoshta Ramazani është me orën dimërore, jo që në kuptimin e kohës është më gjatë agjërimi ose më shkurt, por perceptivi tek njerëzit që iftari është ta zonë në orën 5:30 dhe në 6:30 ndallon. Ndonse numërimi i orëve ditë verore dhe dimërore në kuptim të kohës gjatës nuk ndryshon gjë. Në përgjithësi duket që është atmosferë mirë, klimë mirë. Njerëzit janë më të dhënë, më të qasur për Ramazanin, e din të gjithë se është Ramazan, shet tek tuk ndonjë njeri që ka ndoshta cigaren në dorë sen, por ajo që bie në sy, dhe tash rrugës ka erdha, na bie të kalojmë nëpër ose ka do restorane që nuk janë të vogla dhe në origjinal në këso kohë frekuentimi nuk do të kishte më qenë i vogël, por tek njëri më nuk pash asnjë veturë para, tek tjetri kishte pak vetura. Mendoj ndoshta që më shumë janë edhe të punëtorëve që kanë shkuar për ta bërë iftarin, se sa të nuk kanë klientelës. Po. Atëherë, pra jemi dakorduar të flasim për edukatën e muslimanit, cila është rëndësia e edukatës në Islam dhe si e shohim këtë në praktikën e profetit Muhammed alayhis salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sot është interesante kur flitet për edukatën ose për moralin në përgjithësi, të gjithë e njohin moralin, të gjithë e kuptojnë, e akseptojnë, e pranojnë, por fatkeqësisht morali në për drejtën juridike sot në kohën bashkëkohore nuk është se zëvend shumë kun. E them kështu sepse ti i vren edhe në për më të letën, po e themi që më të shumta ti kemi një debat politik, nëse dikush i thotë unë jam më i vjetër, mua më takon në rendi, menjëherë thirrën në anën e ligjit pse s'ka ka lidhje pse je më i vjetër, pse s'ka ka lidhje pse je më i ditur ndoshta edhe. Pastaj këshyren pozitat, këshyren gjëra të tjera, ose mos më moralizo këtu. Dhe me mos më të kallëzo ti mu gjana qysh është mirë më kom, po qysh është ligji, qysh është e drejta tjera. Me fjalë tjera këtu ja kanë zbeh, ja kanë ullë vlerën moralit në këtë drejtim, a në anën tjetër krejt jeta dhe krejt shtetet përveç asaj pjesës që njihet që është interes i tyre sillen dhe thirrën në moral. Ndërkaq në fen ton krejt feja jonë është moral. I dërguari sallallahu alaihi wasallam krejt përshkrimin e tij e ka të jetës ti dhe qëllimit të ardhjes ti ka thonë bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Jam ardhur për ti përsos normat e mira të moralit. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, padyshim ti o Muhammed je në shkallë të lartë të moralit, të edukatës. Derisa ky njeri pra e merr dëshminë për Allahu xhalla xhelaluhu që të jetë i tillë dhe thot nuk na e përmend jem ardhur për t'ia mësuar agjërimin ose për t'ia mësuar namazin ose çfarë do norme tjetër, thot në esencë ardha ime është për t'ia mësuar juve edukatën. Feja jon pra është edukata. Dhe sjellja e njeriut në përgjithësi e bën njeriun më njeri. Që i bjen pra ne gjithmonë thirrmi për njerëzillëk. Na themi shumë ka njerëz, po pak ka njerëzi në ditët e sotme. Çka synohet të thuhet me këtë njerëzin? Çka është ajo që ku ka pak në kuadër të 8 miliard njerëzve? Është pikërisht ky morali që po flasim ose kjo edukata që tek njerëzit është duke munguar. Edhe ne fatmirësisht i takojmë ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë drejtim. Jo pse vetëm është një aspekt teorik që Allahu i pas ka thënë ti e ke
shkallën e lartë të moralit, po në fakt ai ishte njeri që kusht në dynjat nuk mund ta përshkruaj dhe të flet për një edukat të ultë të personalitetit tij. Pra ai ka qenë shembulltyr fillimisht pra në vetvete, dhe jo vetëm mësues dhe arsimues i edukimit, por ka qenë një përformues i edukimit që në atë drejtim pra e ka marrë notën më të lartë te Zoti po që është më e rëndësishmja, por edhe te njerëzit që njerëzit ndonjëherë mund të qorrohen e të mos e shohin të mirën. Mund të mos ju duket sjellja jote e mirë se është e mirë, sepse ata vendosin standarde të caktuara dhe mbi bazën atyre standardeve edhe i vlerësojnë tjerët dhe mund ndodh nganjëherë që i drejti duket i padrejt, i sjellshmi i edukuar i duket i pa edukuar, dhe anasjelltas, pra varësisht njerëzit se si i vendosin kriteret e veta dhe standardet e veta për të vlerësuar dhe gjykuar njerëzit. Mirë po, në përgjithësi, i dërgumi sallallahu alaihi wasallam ishte një njeri që vetëm këtë me pas për argument është e mjaftueshme. Ne shpesh e themi kur janë pyetje të drejtat në familje, cili prej neve e ka ta themi kështu ballin qel, ballin hapur, që gruaja e tij të dëshmoj me drejtësi është fjala për sjelljen në shtëpi që fare kemi. Ose sikur thuhet që mes Zotit dhe robit nuk mshifet kurrë, dhe gruaja është ajo që ka me raportu për ty dhe në bazë të atij raportit e ki hyrjen në xhenet ose mos hyrjen në xhenet. Vaj halli për ne. Jo pse gratë janë të tepruara ndoshta ose që vetëm dinë më kon po a them të bukëpërmys ose mohuse të mirësive të ngjashme, që e kanë këtë aspekt të theksuar në shumë raste, mirë po megjithatë do të ishte një qëllim jo let i arritshëm që të marrim ne këtë epitet dhe të dukemi para syve të familjarëve tonë, në këtë rast të gruas tonë, të bashkëshortës tonë, si njerëz të shkëlqyer. Mirë po, çka nëse kemi 2 gra? Çka nëse kemi 3 gra? Atëherë është shumë vështirë që te çdo njëra prej tyre ti ta kesh epitetin e një burri të mirë. Ndoshta mund të jesh te ndonjëra prej tyre sepse tregon më shumë afërsi, por 2 tjera do të mallkojnë vazhdimisht. E i dërgumi sallallahu alaihi wasallam nuk pati vetëm një grua kur u tha kjo fjali. Më thuaj gjej cila grua pati një dëshmi që me thonë sjellja dhe terbia edukata Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte e ulët në kuptimin e kërkesave të tij, në kuptimin e ushqimit, në kuptimin e veshmbathjes, mirëmbajtjes së shtëpisë, familjes, gjitha pra patën fjalët më të larta për këtë njeri, andaj edhe feja jon nuk është pra që ka teoritizu për moralin, për edukatën, po feja jon edukatën në fakt e ka bërë të jetë fillimisht praktike dhe prej saj të bëjmë të nxjerrim teoritë, duke qenë se ka dërguar një njeri nga mesi i njerëzve, që të mos jetë melek, të mos jetë pra angel, e të duket se ai është ndryshe nga të tjerët, por të jetë njeri i thjesht dhe si i tillë ai të jetë pra model i mundshëm për tu matë me të, e që në fakt ai ka qenë në shkallën më të lartë të edukatës. Atëherë Hoxha, si mund të arrit një edukat e balancuar që përfshin edhe aspektet fetare dhe ato shoqërore? Në fakt, këto aspektet fetare sa i përket edukatës, këto janë, mund me thonë, burim të energjisë të edukatës. Ne nuk mund të themi se falja namazit, për shembull, 5 herë në ditë, na shpenzon prej kohës dhe nuk kemi mundësi që të performojmë pra në një mënyrë ose një tjetër, domethënë në këtë situatë nuk mund të themi se e kem më ndryshe gjendjen në me ibadet dhe pa ibadet. Do të thotë përkundrazi ibadeti na frymëzon shumë që ne pikërisht të jemi më të edukuar. Por këtë edhe shumë shka lidhet me aspektin e mënyrës se si ne ju qasimi njerëzve për shembull para së pas namazit. Po ta marr një shembull.
Pse për shembull ne kur falim namazin e xhenazës dikujt, zakonshëm e themi pas dreke ose pas ikindis. Arsyeja është se ne jemi më të mbushur me energji, jemi më të avancuar në këtë drejtim dhe jemi më të gatshëm që të jem pra më afër Allahut që lutja jonë të jetë më pranuar. Kësaj mjafton të kesh një qasje shumë do të thotë praktike me njerëzit para se të hyjnë në xhami dhe pasi dalin prej xhamisë. Sa ndikojnë 5 minuta të një dreke që e fal ose një ikindie që e fal në aspektin pozitiv të çështjes së edukimit tyre. Kështu që ne e themi kështu, nëse ne nuk kemi edukat të mirë të jashtme në aspektin social, në lidhjet tona me njerëzit, atëherë e bën të shqyrtohet ose të rishikohet ibadeti jonë sa është në rregull. Pra nuk mund të themi se ne me Zotin jemi të mirë, por me njerëz dhe ku del. E kundërta, është ne duhet të jemi me Zotin parimisht mirë, por mirëqenia jonë me Zotin, raportet tona të mira me Zotin, nënkuptojnë që ne duhet të jemi edhe më të mirë, edhe më të avancuar në raportet tona me njerëzit. Dhe kjo duhet që të reflektoj. Masive që jemi në muajin e madhëreshëm të Ramazanit, fjalia më e papranueshme do të ishte kur dikush nervozohet dhe ne e themi e ka zonë Ramazani. Përkundrazi. Përdoret shpesh kjo fjalë. Po përdoret kjo fjalë dhe na e bëjmë fajtor kujdestar Ramazanin, për shembull pse ai është i nevrikosur ose është i zemrum ose është diçka të ngjashme. E kundërta. Me të zonë Ramazani bashk i bie me të ushtu devotshmëria. Me të ushtu devotshmëria i bie me të zonë për një me dhon efektin e vet. E që i bie. Nëse unë gjatë Ramazanit muj me qenë me sjellje më të keqe në familje dhe me njerëz të tjerë, atëherë unë këtë agjerim është mirë ta shqyrtoj. A jam duke bë mirë, a jam në platformë të mirë, a jam në stadin e të duhurës, të qelluarës, të kërkuarës, apo jam në një performim shumë formal, që nga agjerimi nuk marr më shumë se sa uri dhe etje. Kësaj pra janë edhe gjëra tjera dhe ibadetet të tjera. Ne në fakt është interesant njerëzit tonë hezitojnë të shkojnë herët në Haxhillëk. Pikërisht këtë kjo çështja e sjelljes, sepse kur të bëhem haxhi nuk më kanë hije disa gjëra, disa sjellje, disa lëvizje, disa pra sigurisht shtyj edhe pak. Mundohet që këtë ta bëj sa më vonë në mënyrë që kur ta kryej këtë ibadet të mos ketë më arsye që të jetë sikur ka qenë më herët. Kështu që adhurimet tona, feja jonë, përkushtimi jonë fetar, vetëm e nxit, e motivon dhe e shton dozën e edukatës në njeriu. Atëherë pra jemi drejt për së drejtë dhe sigurisht që në çdo emision kemi edhe linjën telefonike të hapur, kështu që me leje hoç po inkuadrojmë telefonat që mos rrepet në linjë, pastaj ne vazhdojmë tutje me temën. Selam aleikum për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Po. Dhe shta me përpërdu planumet këtyne 6 ditëve të fund Ramazanit pa i kry borqen. A do të njëre mu kry borqe për më të kalu 6 ditë, apo unë është mi kry 6 ditë të nëmrohet. Nuk e kisha qartë nëse ka mos t'i dhe pyetjen, motër, sepse... Pyetja dytë është që nëmrohet dhikri i mëngjesit dhe të mbrëmjes kur janë femrat me cipër. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Ne vazhdojmë të mbesemi në temë për pak momente, pastaj do japim përgjigje pyetjeve të shikuesve tanë që bëjmë përmes linjës telefonike, njëkohësisht edhe me SMS. Atëherë pra edukata apo morali musliman është temë e gjerë, por mundohemi pika të shkurta. Si mund të fusim këtë edukatë te vetja dhe tek familjet tona në përgjithësi? Ndonë se ne çdo herë flasim dhe mundohemi të jemi të edukueshëm, të kemi moral, të kemi edukat, por gjithsesi shumë i mangësi nga vetja, pastaj nga fëmijët dhe nga rrethi i ngushtë dhe i gjerë. Po flasim shumë, por si ta implementojmë këtë? E vërtetë është kjo. Në fakt nuk ka problem që ka njerëzit ndërmjet vete që nuk vjen si rezultat i edukimit jo të mirë në rritjen e zhvillimin e fëmijës.
që do të thotë ne një edukat të keq që kemi marrë. Për shembull, nuk është vetëm fjalori kur themi se një fëmijë është mësuar të shajë. Ai fëmijë që është mësuar të shajë nuk ka problemi i fymjes, i fjalorit në vetvete, sa është problemi i shprehjes së revoltës. Sa ai kur fyn është nervoz dhe ai bie se ai duhet me ta kthy fjalën. Kërkimfaljen për shembull, si motiv shumë i madh për me pas një edukim, domthonë ne këto nuk e instalojmë shumë tek fëmijët. Njerëzit në përgjithësi pra kanë nevojë shumë që çështjen e edukimit ta fusin dhe ta bëjnë prioritet të tyre në jetë. Dhe fundja është mirë me ditë se ti me heshtje mund të jesh një thirrës në islam, por mund të jesh edhe një thirrës në të kundërtën, që të mos bëhesh dhe mos bën të tjerë sikur ti. Në kuptimin pra, nëse nuk jeti shëmbulltyra e mirë e sjelljes dhe edukatës, atëherë pse ti mundohesh që me shpjegime akademike dikujt t'ja mbushësh mendën që është një zot dhe janë kushtet e imanit këto dhe duhet falme dhe duhet ashtu. Unë po ta marr një shembull. Pse bota perëndimore është shumë e avancuar sot për sot se sa bota lindore, për themi me tekst veçantë ka herë muslimanët. Në anën tjetër, konvertimi në islam është më i madh se sa në aspekte tjera, që i bie, nuk është lakmia se kur të bëjmë musliman do të bëjmë i pasur. Madje, në kuptim të edukatës, vendet islamet sot në krahasim me zhvillimet, lënë për të dëshiru në kuptim të higjienës, të pastërtisë, të shumë aspekteve tjera. Pse kjo i bën përshtypje për një perëndimorit që kushtimisht të mos i pengoj pluhuri i arabëve e ai ta pranoj islamin, sepse vjen shprehje sjellja me prindët. Familja. Familja. Naimi akoma e vajton nënën e vdekur. Akoma e ka lidhjen me të dhe duket sikur ajo ngjarje ka ndodhur shumë afër. Nëse një respekt është për një person që teorikisht jemi të bindur që të Zotit jemi, të ai kthehemi, ai që Zoti e ka marrë nuk e kthem bë, ne do të ringjallemi dhe do të takohemi përsëri, megjithatë po ta dije ti se e ke tezën për shembull diku. E viziton më me ëndje tash. Po ta dije ti se është një shoqe e nanës afër diku dhe ka smundje ose i nevojitje gjak ose ka nevojë për ndihmës financiare. Nuk vjen shprehje ti të jesh kaprac, duket që po ndihmon nanën tënde për së vdekuri. Ata për së gjallë nuk janë në gjendje të kujdesen për prindërit e tyre në për spitale. Ne kemi plot punëtor shëndetësor që janë tashmë shqiptar në për Gjermani e Zvicër që na tregojnë se fëmijët e tyre thonë ju vetëm na tregoni se janë shpenzimet dhe na tregoni nëse ka vdek që të merrem me procedurën e varrimit. Deri në masën kur thot fatkeqësisht në këtë javë nuk i kam kushtet që të merrem me varrim sepse në biznesin e tij djali ka obligime. Ne në fakt edukimin me të vjetrin për shembull që e kemi është një vlerë jashtëzakonisht e mirë dhe e madhe. E po dua ta them tash, nuk është vetëm ky segment, ka edhe shumë segmente tjera, ne duhet të jemi shëmbëltyra më e mirë e mundshme për të qenë të edukuar. E por nëse këtu çalojmë dhe i kemi më shumë fjalë se sa vepra, atëherë thash edhe një herë, nuk është mirë diçka me islamin. Merë një shembull edhe brenda komunitetit, për shembull fetar tonë që në një mënyrë ose tjetër e shohim. Një gabim me e bo, kushtimisht, po e them, një hoxh. Si është sjellja në rrjetet sociale të xhamatit. Në vend se të lutën që hoxhat mos gabojë. Në vend se të lutën që ose ta këshillojnë hoxhën privatisht, që hoxh kjo më duket se ke lshupe në këtë parim, nuk je shumë në vijë ku duhet me qenë në këtë vijë ose në këtë çështje, ne fillojmë me etiketime prej më të ndryshmeve dhe sikur nuk lojmë vlerë të mundshme mbi sipërfaqe tokës që thuhet se ky hoxh një ditë ka qenë i mirë. E kur po e them me hoxhën, që megjithatë hoxha është figura më e respektuar, atë çfarë ndër njerëzit për një çështje që bovaki në fikhun islam, në shariatin islam, është prej çështjeve që kanë divergjenca, kanë mendime ndryshme dietar, që janë të pranueshme, që edhe ti ke mirë dhe unë kam mirë. Edhe nuk ka nevojë që ne të hasmohemi për
për një qëndrim të këtillë. Atëherë i bie që unë sa i përket dijes për ta kry këtë detyrë ose këtë detyrë, e kam avancu veten bukur shumë, por sa i përket edukimit për pranimin e mendimit ndryshe, këtu nuk është edukimi mirë. Atëherë po duhet të them edhe unë si hoç, për shembull, këtë defekt e vrej të hoxhallarët, të kolegët, të vetvetja, çështjen e mëdhëhepeve për shembull. Na akoma e shpjegojmë pak si luftë. Këta Hanefi janë kështu. Këta janë Shafi kështu. Këta janë Selefi kështu. Këta janë, me fjalë tjera, etiketime që Hanefi edhe Maliki edhe Shafi edhe Hanbeli të gjithë janë Selefi. Nuk ka vend për etiketim. Nëse Imam Shafiu mundi të ketë dy mendime, respektivisht dy drejtime, se për dy mendime Imam Ahmedin mund ta gjesh me 5-6 mendime për një çështje të caktuar. Pse ti edhe unë ne të vrajmë brinat tonë duke u shtynë ndër vetveti, derisa çështja është që e pranon mendimin ndryshe, mund të diskutohet, ka hapësirë për debat. Duhet të them, këto janë që ne duhet të punojmë në këtë çështje dhe kjo është për shkak të mungesës së edukatës. Mendoj se po. Kemi telefonat, regjia, inkuadrojmë. Selam aleikum. Nëse po dëgjohemi, ju përshëndesmi nga studio Rrethërisë në Prishtinë, urdhënoni me pyetjet për Hoxhën. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje Hoxhës. Po. Unë e falje namaz, po vetëm farzet e falem, edhe në teravit e falje vetëm 8 rekat. Vitrin e falje në shtëpi. A e kam sevap këtë deshta me vitë. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Ta ju përshëndesim. Aleikum selam. Atëherë Hoxh, po japni përgjigje pyetjeve të cilat si patëm herët që mos të i mbesë bërsh përmes linjës telefonike. E mbota pyetje për 6 ditë diçka, por nuk e dëgjova mirë. Ishte fjala 6 ditët e Shevalit, tash janë pas Ramazanit. Ato agjërohen pasi t'i kryme edhe obligimet. Gratë në fakt në çdo Ramazan, gratë po flas të mosha më të reja, mbesin bërsh, apo. Dhe derisa kjo është e natyrshme që ato t'jenë kushtimisht me 5-6 ditë, 7 ditë minus në jashtë Ramazanit, pra i kanë agjëru vetëm 23-4 ditë, atëherë pyetja e saj dhe shumë motrave në këtë drejtim është me ato 6 ditë e Shevalit që janë nafile, që janë sunet, të agjërohen, a duhet t'i agjërojmë ato e pasaj këto të farz që i kemi borxhet gjatë vitit kur do t'i kompenzojmë, apo jem të obliguar që fillimisht t'i agjërojmë ato 6-7 ditët, ta kompletojmë Ramazanin, e pastaj t'i agjërojmë edhe 6 ditë të tjera të Shevalit që të arrihet ky sevapi i sikur me agjëru tër vitin. Ka mendime të dietarëve rreth kësaj çështje edhe prej dietarëve bashkëkohor që ndajnë këtë çështje. Dhe ata lidhen me këtë se mendimi i parë që thotë duhet të agjërohen ditët e pa agjëruara sepse gruaja i bie se nuk i ka kompletuar Ramazanin që ta përcjell Ramazanin. Dhe ata në këtë aspekt pra mbështeten te çështja vetë hadithi, pra kush e agjeron Ramazanin, pastaj e përcjell atë me 6 ditë të Shevalit, është sikur me agjëru tër vitin. Këta thonë, pra kjo nuk ka hyrë te hadithi që thot kush e agjeron Ramazan, sepse kjo akoma nuk i ka agjeruar Ramazanin. Sikur gruaja mund të jetë edhe udhëtare, që ka pas 2-3 ditë, 5 ditë, 10 ditë udhëtim gjatë Ramazanit, nuk mund të agjeroj Shevalin pa i kryer ditët e Ramazanit. Ngjashëm do të ishte edhe i sumuri nëse është forcuar. Kjo është një pjesë e dietare që nuk është e vogël, që është e konsiderueshme dhe nuk duket që e kanë krejtësisht pa vend, por është edhe pjesa tjetër që thonë se mund të agjerohen 6 ditët e Shevalit, sidomos ne në këto vite tash kemi zgjatje të ditës, domethënë kur jemi tash pas Ramazanit, ne do të kemi një ditë bile si vjet, do të jetë edhe ai ndryshimi i orës që e përmenda. Ndryshimi i orës edhe një po potencoj nuk e zgjat agjerimin. Orët e agjerimit janë të njëjta, por ndryshon orari i punës. Dhe në vend se ti të jesh në punë në orën 8, që shihet tash, për shembull, në administrat, me orën verore i bie që t'ja fillosh punës në orën 7. E që i bie ty është zgjat orari i punës në kuptim orari i daljes nga shtëpia.
e ke një orë më pak gjumë e tjera. Kjo i bie se këta njerëz do të kenë më shumë vështirësi që t'i agjerojnë këtë ditë dhe të bëhet shevali në farforme një gjysmë Ramazani në vetvete. Pse? Sepse 5-6 ditë ose 7 ditë që i ka për t'i kompenzuar, edhe 6 të shevalit të bëjnë 13 ditë, atëherë i bie se gati se një ditë po, një jo, në sheval duhet të agjeroj. Nëse ka grua që ka vështërsi, sidomos ka fëmijë të vogël, dhe nuk mund t'i agjeroj brenda një muaj 13 ditë. Është vështirë t'a gjej veten t'i agjeroj 13 ditë dhe ka edhe arsye të tjera. Mund të lidhen edhe bashkëshortore, që s'jam interesuar tash të zëron shumë. Pra, ka mundësi t'i agjeroj 6 ditë, por jo 13 ditë. Atëherë, ne i themi që agjeroj këto ditë e shevalit, sepse këto e kanë kohën edhe afatin e caktuar, cilat nuk mund të agjerohen në muajin pas shevalit që është Dhulqade, as në muaj tjetër. Derisa këto tjerat ke mundësi dhe ky agjerim, kompenzimi pra i ditëve të paagjëruara të Ramazanit, ka kozgjatje deri në Ramazanin tjetër dhe mund t'i bësh kurdo tjetër. Kemi telefonatën tjetër, po inkuadrojmë. Selamu alejkum. Alo? Po, Dhe ishte një pyetje për Hoxhën. urdhani. Më ka djeg vjeri që 2 vjet, edhe ishte më jaknu një hat me ashtë se vap më jaknu apo jo, se do xhallar po thojnë nuk bën ma. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Ju përshëndesim. Selamu alejkum. Edhe një pyetje kam. Nëse është mjeknu vetë hatmën, apo me porosit? Hatmën me Jo kundu me vetë, porosit, me porosit. të Hoxha me porosit. Ama Hoxha mi ka lyp 100 euro tash, a është mirë apo jo? Pak Dhe pas ishte ka me lyp. ditë. Në rregull, pyetja e dytë e juaj cila është? Vjera jeme nuk i ka qef xhallart, nuk don me ilahi me ngu ders, a është diçka keq apo së di unë jam të çudit me ta. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Selam aleikum. Aleikum selam. Një motë më herët pyeti pashu nëse je pra në ditët a mund të bëjmë dhikët mëngjesit të mbrëmjes, pra mësimit të... Po, madje duhet. Bile në ato ditë duhet shtohet. Dhikri, edhe pse dhikri shpesh përmban ajetet e Kuranit, fillimisht janë ajetul kursia, 3 suret e fundit, që në fakt preferohen të bën brenda dhikrit, atëherë edhe pse janë Kur'an mund të lexohen edhe gjatë ciklit. E mos flasim dhikri tjetër që janë tesbihe e tjera. Dhikri mëngjes dhe i mbrëmjes, bile gratë që janë në cikël dhe janë pa namaz, janë pa abdes, edhe më shumë du të ashtojnë dhikrin. Pyetja tjetër ishte që i fali vetëm farzët, taravit i fali vetëm 8 rekate dhe vitrin e falin në shtëpi. Ishte një motë edhe kjo. Kur jemi te çështja e namazit vullnetare, nuk mund t'i themi kurrëherë kërkuj që je e mangët pse nuk e ke bërë këtë, se kjo është çështja e vullnetit. Nëse i fal vetëm farzët, pra i ke kryer obligimet. Nëse si ke fal sunetet, nuk mund të thotë dikush që farzët e tua janë të papranueshme, por me faljen e suneteve arrin shumë shpërblim, shumë sevape. Sikur që dikush për gjeneratave të para e ka quajt kështu, ka thonë, për ata që janë tregtarë, më kuptojnë pak më lehtë, farzët, qoftë të namazet, qoftë të agjerimi, qoftë të zekati, i ngjasojnë kapitalit. Ndërkaq sunetet i ngjasojnë fitimit. Që do të thotë një tregtar, kur bën shitje, ai është i kujdesshëm fillimisht me siguru kapitalin e vet që ka investuar. E më vonë pastaj vjen deri te fitimi që e realizon pra dhe në fakt synimi është fitimi. E që këta dietarë për kështu kanë thonë, për me farzën ne arrim ta marrim atë që është obligim, a me sunete arrim ta marrim atë që është sevap. Pra nuk duhet ta lëjmë për pak punë, të mos i falim të paktën ato 12 rekate sunet të forta që janë 2 para sabahut, 4 para drekës, 2 pas drekës, 2 pas akshamit dhe 2 pas jacis. Ndërkaq fakti që i fal 8 rekate taravit janë sa të mundësh, sa të kesh kohë, energji e tjera mund t'i falësh dhe me fal me imamin edhe me prit vitrin me imamin me fal është më mirë, shumë më mirë, sepse konsiderohet sikur me pas fal tër natën
nafile, por nëse nuk mundesh atëherë me domos që i bie se vitrin duhet me falë në shtëpi, sepse në xhamit tona kryesisht falen 20 rekate. Ai që i fal 8 rekate pra, i bie se zakon shumë ka dalë më herët e vitri i bie që duhet ta falë në shtëpi. Do të vazhdojmë pyetje, inkuadrojmë telefonatën tjetër. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën nëse ka mundësi. Po patjetër urnoni. Ka të bëjë me dhënien e zakatit hoxh. Kam një afërm që në një kohë ka jetu në kushte pak më të vështira ekonomike, por ka dëshë Allah ka blen një banesë, e ka paguar një shumë të banesës, por jo të gjithën dhe pjesën tjetër e paguar me kiste. Tash 2 anëtar të familjes punojnë, po nga një herë po munden me pagu kistën, nga një herë po ju vonan, domethënë edhe shumë e mbetur që kanë me pagu, baja kjo është e madhe. A i takon t'i jepet zakatit? Në rregull, faleminderit për telefonatën. Ju përshëndesim. Aleikum selam. Po jam i përgjigje për këtij vëllaut. Po japni përgjigjen këtij vëllaut. Ti me një prezant. Po. Varësisht prej borxhit sa është i përshpejtuar. Nëse për shembull ka ngulfatje, me domos jepet zakati. Që i bie, pra sigur në rastin konkret, kur thot shumë herë nuk mund t'i paguaj ratat, në anën tjetër atje mund të penalizohet. Penalizimi po të ishte me kompanitë caktume, ata të qesin kamat me njëherë. Domethënë nuk të pyesin hiç. Por nëse janë kompani që kanë mirë kuptuar fetarisht, atë nuk duhet ne t'ja vështyjmë ratat ose t'ja mungojmë ratat e tyre ndonjëherë pse ata janë të butë ose të besueshëm. Sido që t'jetë, nëse ata janë brenda afatit dhe mundësive, është pikpyetja a meriton me marrë zakatin, a është i ngarkuar me borxhe ose jo. Mirë po, si në rastin që ke përshkru, mua më duket që mund t'ju ndihmohet për të pagu borxhin për banesë. Sepse banesa është prej kushteve elementare të jetesës, nuk është çështje luksi, dhe si e tillë borxhi për të është i pranueshëm, është legjitim, dhe edhe ndihmesa për të, pastaj për ta lahet borxh do të ishte po ashtu shumë legjitime që të bëhet me zakat. Ndërkaq telefonusja paraprake pyeti që vjehremi ka dekë 2 vite, me knu një hatme, një hoxh më ka lyp 100 euro. Në fakt unë për këtë edhe pyeta se me knu një hatme, këtë do ta kishim zgjedhur atë mendimin e dietarë që lejojnë leximin e Kuranit për të vdekur, por nëse këtë e bën vet, jo me porosi. Për me porosi, edhe unë jam hoxh, e kuptoj. Për me porosi nuk ka nevojë që të bëhet hatmeja. Pra, kjo vrehet që ke një përkushtim për vjehrin dhe mundohesh që të bësh lutje për të faktikisht, atëherë ke 2 metoda para vetes, nuk po e them që ta zgjedhësh njërin, po mund të zgjedhësh të dyjat. E para që është pra të lutesh për të. Ti vet, por edhe ti motivosh burrin tënd që të lutet për babën e vet e tjera. Edhe e dyta është që të jepet sadaka për shpirtin e tij, kjo është më e mirë. Kur bëhet hatmja me porosi, unë këtë e them që nuk është në rregull, domethënë se duhet të bëhet pagesa te hoxha i cili e këndon hatmën për ty. Hoxha në këtë rast pra paguhet drejt për lexim të Kuranit. Ama në anën tjetër, po të bëhet kjo të heket aspekti fetar, të bëhet analogji dhe kritik realisht kjo hoxha vjehrit tonë nuk i ka borxh me lexu Kur'an. Në anën tjetër, kur ti kërkon një gjatë të tillë, ai angazhohet dhe për me bëni hatme, ai hoxh duhet me lexu bukur shumë Kur'an dhe me përfundu për një javë për shembull. Varësisht se sa lexon shpejt, po i vyn bukur do orë. Ose thon ndryshe, me bo për 3 ditë, ndoshta duhet krejt kohën me e kalu në ato leximin e Kuranit. Dhe kjo i bie se që është thonë në kalumet, kaq argat, kaq mjeshtër, kaq do të ishte pra sikur ti ta kuptosh që hoxha për ty është i angazhuar 3 ditë radhazi, unë besoj që jo me thonë mi ka lyp shumë 100 euro, po do të njesh i turpru me thonë 33 euro kam pagu në ditë e hoxhën, se në atë rast hoxha ma mirë është shkon me qelë kanal të ti, me u mukon murator, se sa këtë pjesën tjetër. Pra, unë nuk po du të lidhe këtë matematikisht, po du të arsyetoj pak ata kolegë që kur e bëjnë çmimi mos mendohet që hatmja në kuptimin
e kohës është diçka thjesht. E mos e detyroton edhe hoxhën më bëhet dëllëvergji në stilin e vet. Qysh, masi ti po më jep 20 euro për hatme, do të taknoja të hatmen e shkurt. Kur valla një e treta, atëherë lexoj 3 herë. Edhe do të vazhdojmë me telefonatën tjetër. Selam aleikum. Apo dëgjohemi telefonata? Regjia, kemi në linjë telefonatën. Selam aleikum, përshëndetje. Në rregull, nuk po dëgjojmë ne këndej studios, po ashtu e motra pyeti që tha Vjera nuk i dën hoxhallarët, ka alergji ndaj ilahive, ndaj fesë, ç'a më bë? Pyetje në rregull është kjo shumë, me pas derdhe sinuse e shtëpisë, Allah i koftë ose pirolla i koftë që shtojmë, që kujdeset për vjehrin e vdekur, nga tas po edhe për vjehrën e cila fetarisht nuk qëndrua ka mirë. Ajo që mjepet me mendu parimisht, është e zaptuar për shejtanëve ajo. Fjalën e mirë nuk mund me dëgju, pra kur lexohet Kur'an, qoftë edhe kur ilahi, domthonë e ngacmojnë shejtanët. Për çfarë arsye ka kët? A është bindje, ideologji e saj dhe rrjedhimisht ai që me bindje është kundër islamit, i bie se gjithçka islami i pengon, pra dhe ilahit, edhe këndimi. Ndërkaq nëse nuk është me ideologji dhe s'ka arsye, s'ka bazament që t'jetë islamofobe, atëherë mund të kërkohet ndihmë me shku me i fryte ndonjë hoxh, sepse ai mund të ketë ndonjë trishtim nga gjendet e saj që ajo e parapërcen më mirë të mos dëgjoj as ilahi, as Kur'an, as ligjërata, se sa gjëra të tilla. Atëherë kemi edhe disa pyetje me SMS, po e lexojmë. Thot përshëndetje për ju dhe për hoxhën e nderuar. A lejohet me ja jep vitrat një familjari që është i sëmur e nuk i ka kushtet e mjaftueshme për barna? Parimisht vitrat nuk jepen për barna. Vitrat janë ushqimi i të varfënit për Bajram. Ushqimi i të ushqyrit e të varfënit për Bajram. Ne me fitra mendojmë shpesh të zgjidhim probleme. Nuk janë fitra, se në fakt edhe sasia tyre është e vogël. Imagjino domethënë një familje mesatarisht dikon 10-12 euro, 15 euro paguan për krejt anëtarët e familjes. Me 15 euro shka mujnë mi zgjidh problem dikujt. Pastaj vjen kjo ideja, po mirë 15.000, po a bëmi disa familje, edhe bëmi për shembull 10 familje dhe ja ndihmojmë studentit. Ja ke dhënë 150 euro, prap kur ç'os ke bë. Prap nuk i ke zgjidh problemin. Me vitra nuk mendohet të zgjidhin probleme të mëdha. Andaj, nëse familjari është i varfër, edhe në kuadër të varfërisë ka dhe smundje, pra ja japim fitrat për Bajram, por jo për ble barna. Nuk na lejohet neve t'i çojmë barna në emër të fitrave, e as nuk na lejohet t'i japim para direkt që ai t'i blej pastaj çfarë doj, sepse ai mund të blejë edhe gjëra që nuk i lejohen. Selam aleikum. Selam. Desha me pyet hoxhën, thot bashorti im nuk agjeron, po jeton do thot jashtë në Evropë. Ndërkaq ne agjerojmë. Mirë, po ai neve na ushqen, çfarë do që kemi nevojë. Në këtë rast e konsiderohet atina shpagim i Ramazanit që nuk ka agjeron. A që për na ushqen neve si familje. E ka obligim. Ato e ka obligim. Domthonë ai kur është martu, e ka ditë se po e merr mbi barrën e vet një grua, një vajzë që dje ishte i obliguar për te, babai i saj ta ushqente, ta veshmbalte, ta strehonte. Tash ky e ka marrë për gru dhe këto detyra, kuadër të drejtave që i gëzon me bashkërtësi, i bjen që i ka dhe detyrat bashkërtore. Ramazani absolutisht nuk ka të bëj me këso matematika. Atëherë, nëse unë ty them kështu po, ti me njëherë të nesërmen vjen shejtani ta mëson një tjetër pyetje. Unë që po ja bëj iftarin dhe syfyrin këtyre, a bon të mos agjeroj e të angazhohem për iftar dhe syfyr. Vjen ai tjetri thotë kështu, unë po angazhohem, jam mësu fëmijëve tyre detyrat në shkollë, mja bëhet fëmijë të avancuar, a bon të mos agjeroj që fëmijët e këtyre të shkojnë përpara. Agjerimi është obligim. Atëherë inkuadrojmë telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Por Kam dëshirë për hoxhës me jep një këshill për njerëz që janë smut,
S'po të më jam në për veti këm 4 diagnozë. Po thirrën nga njëherë në ftorë mirë, po paragjikohen, po thonë jo ti është kështu nuk e në Amazonin. Tash kisha dosh një këshill me jep që të me njerëzit, se kush e ka që jep me konë të smut. Vesh një këshill me jep atë me njerëzit, kaq. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Po, hoxh. Realisht, këtu i kemi dy kategorit njerëzve. Disa që mezi presin me qenë pak të smutë mos pa agjeru, e disa tjerë që me të vërtet ju qanë zemra për të agjeru. Pra, konkretisht si shta vllai, kërkush nuk ka qef me qenë i smutë. Të gjithë do të dëshironim fuqinë fizike, shëndetësore, që të agjerojmë dhe të ndim aromën e iftarit me balë të hapur para Zotit Gjelle Gjelalu që agjeruam, të gëzohemi para agjerimin tonë. Mirë po, edhe unë si hoqë, këtu mund të bëj gabime. Për shembull, mua më pyet gruaja shtatzën, thot, a bën të mos agjeroj se jem shtatzën? Unë nuk kam guxim t'i them parimisht, pra mos agjero. Në anën tjetër, nëse agjerimi e dëmton shëndetin e kësaj gruaje dhe është një gjendje që ajo nuk mund ta përballoj edhe agjerimin dhe shtatzanin, atëherë me domos që i lejohet të mos agjeroj. Mirë po. Veç shtatzania është në gjitha fazat e njëjtë. Dallon një grua kur thotë jam në muajin e parë shtatzanis, kjo tjetër që thotë muajin e 4 shtatzanis dhe kjo tjetër që thotë jam në muajin e 9 shtatzanis. Nuk janë të njëjta. Pastaj, imuniteti grave është i njëjtë. Mund të jetë një grua në muajin e 3 shtatzanis shumë më e lodhur se sa njëra që është në muajin e 9 shtatzanis. Pastaj Ramazani nuk është në njëjtën kohë çdo herë. Ndryshe është jeta e gruaja shtatzan në muajin korrik dhe gusht, kur temperaturat janë të larta, kur koha e agjerimit është 17 orë, dhe dallon kur do të jetë nesër në 10 orë atje me 9 orë ditë, me 10 orë gjysmë agjerim, që ai mund ta përballoj shumë lehtësisht edhe në muajin e 9 po të ishte, edhe një ditë para lindjes. Po dua të them se ne jemi shpesher mes dy zjarreve. Pyeta i tjetri, unë jam udhëtar, ata prishja, po ma mirë është me agjeru. Por nëse ti i din sigur që agjerimi jëtë dhe udhëtimi nuk mund të shkojnë bashkë, pra lodhësh dhe bosh për të shku në spital, jo në iftar të ai vendi ku e nis. Pra, kësaj mund t'i themi jo, ma mirë mos agjero. Por desa ai tjetri ka veturën klimatizume, e ka rrugtimin shumë të lehtësuar, ka pastaj rezerva në shëndetin e tij. Ndryshe ti flitet një doptit me shëndet, ndryshe njëri që ka sa dush vitamina, sa dush sheqerna, sa dush yndyrna, dhe ai edhe po ta agjeron të 3-4 ditë nuk do t'ja lënë të shej, siç themi. Atëherë duhet të kemi pra këtu këso dallime, se ne nga njëherë na krijohet përshtypja që dikush po don të na mashtroj, por këtë edhe i themi jo, nuk lejohet, kjo nuk lejohet ajo. Dhe kemi nga njëherë atë teprimi që nga dëshia të shtim të gjithë me agjeru, atëherë sikur jam mbyll me rrugë të gjithë aty në tjerëve për mos me agjeru. Mirë po, vllai nderuar, ti nuk duhet të ndihesh as pak i mangët në këtë, pse dikush mund të thotë kështu ose ashtu, ti i di punët e tua, e di kur e ke pas shëndetin a ke agjeru apo jo, e di për kushtimin tënd ndaj Zotit, e din sa ke dëshirë dhe Allahu nuk i humb asgjë prej këtyre gjanave, kështu që mos u prekupo me këtë. Atëherë vazhdojmë tutje me pyetjet e radhës, ku thotë selam aleikum për ju dhe për hoxhën nderuar. Si e krijoi Allahu gruan nga brinja e Ademit alayhis salam? Pyetja është temës. S'ka problem se është jashtim, po pse? Është interesant. Si? Pse ma pak interesant është që jemi të kriju unë edhe te. Është shumë më interesant kjo tjetër. Po, do të thotë që të merret një qeliz, qoftë nga uji i caktuar, qoftë nga kocka e caktuar, kjo është punë e lehtë për Allahun. Ma interesant është vetë krijimi i Ademit alayhis salam.
qysh u baj, pra as një bri nuk pati, as një qeliz njerëzore nuk pati, pra ajo është më vështirë. Pra Allah në gjithë shka është e lehtë. Pra nuk duhet absolutisht të mendohet se qysh ka ndodh ajo shtatzani kushtimisht me thonë ose të ngjashme. Ne kemi krijimin e bashkëshortës së Ademit që është mrekulli në vetë saj përket krijimit njerëzimit. Sikur që është edhe krijimi i Isait alayhis salam pa babë. Do të thonë edhe kjo është interesante, me çfarë qelizë dhe si u bë fekondimi, do thotë në mitrën e Mërjemes, gjërsa ajo nuk ishte e martuar dhe nuk ishte absolutisht e pamoralshme. Ai ishte e virgjër dhe ishte vajzë e ndershme e në fakt e lindi Isait alayhis salam. Pra, edhe ajo është mrekulli. Lindja e Isait mrekulli që është me nën pa babë, lindja e Havës i bie kushtimisht me babë pa nën, edhe lindja e Ademit alayhis salam, respektivisht krijimi i tij pa as babë as nën. Pyetja radhës thotë a lejohet të bëjmë dua për një person, këtë rast një djalë nëse është i dashuruar tek një vajzë. Pra t'ja përmend emrin e saj ndonë se vajza është në dieni që ky person e dashuron ose e don. Mirë po, ky lutet tek Zoti që ta ketë bashkëshorte. A lejohet ai të lutet? Po te Zoti me emrin e saj. Zot, duat nuk mund t'i përzihesh kërkujt në vetvete se ato janë gjana të caktuara, por të thuhet po, sepse mund të jetë ndonjëherë i fiksuar pas saj, mendon se ajo ka një edukat mirë, është njeri shumë i përshtatshëm për të pas bashkëshortësi e tjera, mund të lutet me emër patjetër. Mirë po, në suazat të normales, që i bie, mos të hidhrohet me Zotin nëse nuk i përgjigjet. Edhe tjetër, nëse ajo fejohet në tjetër vend, le ta ndalë duan, sepse nuk bën të lutemi që dikush të rikthehet ose të kthehet, të bëhet bashkëshorte e imja kur është e martuar diku tjetër. Kjo është sikur me shku me lyp, një farforme, një gru të martume, me thonë, po du mu feju me ty. E në këtë rast nuk duhet të lutemi, derisa ajo veç është zën me dikën në kuptimin, është feju me dikën, ose mos lasme nëse është martu me dikën. Thotë, selam aleikum, përshëndetje nga Ulqini, respekt për juve dhe për hoxhën dhe për televizionin. Vetëm një përshëndetje kemi nga atje. Faleminderit shumë. Ndërka që pyetja radhës thotë, jetojnë pra jashtë Kosovës në Evropë, thotë sadakën që du me jap në Ramazan, qysh me ja bën, sepse unë këtu nuk kam ku me dhon. A mundem tash në Ramazan me bën jetin e kur vim në Kosovë me jap atë pjesë e sadakës? Jo, kështu nuk bën. Ajo duhet nxjerrët nga shtëpia, nga kuleta, para ditës së Bajramit. Është kusht kjo të ndodh. Por ju mund të veproni në çfarë do forme që ju veproni në raste tjera kur dërgoni para. Pra autorizoj dikën në Kosovë që t'i jap ato para sadaka dhe ato mund t'ja dërgoni në format që dërgohen parat, pra me Western Union, RIA e të ngjashme. Përveç kësaj ju keni besoj edhe atje kudo që jeni në Evropë, mundësi që xhamit e bëjnë grumbullimin e sadakatul fitrit dhe e bëjnë edhe distribuimin e tyre në përvendet e origjinjes ku janë shqiptar, për në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, në Maltezi e tjera. Kështu që nëse keni ndonjë xhami afër, shkolerisht atje. Pra kjo është për vitat, për sadakë shumë javë për çef? Pa përfshirje? Unë po e kuptoj se është sadakën e Ramazanit, se ajo ka afat kohor. Përndryshe sadak për çef normal kur t'i jepet mundësia. Por kemi dëgjuar raste që e porosit dikënd që më jep parë në Kosovë, hoxhës ose bashkësi islame se ku janë ajo se ajo, pastaj ku vjen jep parë vllaut ose familjarit. Po edhe kjo mund të bëhet, kjo mënyrë është sikur kur kërkon borxh për ime, ajo është gjithçka në rregull. Më autorizon, a ke ti 50 euro për mua që t'i japësh? Po, kam. Ama unë nuk mund të vi deri verës, nuk është problem se i kam. Pra është thjesht çështje borxhi dhe çështje e mënyrës se si ne arrim ta kryjmë këtë obligim. Thot selam aleikum hoxhë nderuar, desha të ves a bën me bë dhikër me një aparat që vendoset në gisht, që unë vendosen në gishtin tregues të dorës së majt. Nuk çon pesh ku vendoset ai aparati, ai numratorja ta quaj, e cila e numëron dhikrin, nuk jam shumë i thar i kësaj. Atë që të kemi
edhe ta vendosim pra në këtë formë, që sa ta them një subhanallah ta numëroj, ajo mund tjetë për gjërat vetëm që kërkon të numërohen, si që janë në dhikri caktuar, po që kemi 33 herë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pas namazeve, që duhet të numërohen. Ai numërimi më mirë është të bëhet me gishta se sa të bëhet me aparat ose me tespih. Por sido që tjetë, nuk them se është bidat. Përkundrazi bile, nëse e shef vetën se motivohet që ta prek pullën, sepse ai bëhet pak edhe si lojë. Edhe të mos e prek badihava, po e ka mësuar vetën që sa ta prek ta thot subhanallah, atëherë kjo do të ishte sikur një alarm në telefonin tonë të mençur që sa të hapet me rast salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka programe të ndryshme ose të kujtohet nga çfarë do mënyrë e kujtimit dhikri dhe ti sa herë të hapsh atë pjesë të telefonit të thot po tash ka ardhur momenti se s'kam thonë që një orë Allahu akbar ose subhanallah ose alhamdulillah ose të ndeshme. Thot, kam një pyetje për hoxhën, mund të m'ia dhënë motrës time zëqatin apo burrit të motrës, sepse motrën e ka me kancer, ndërka që burri i saj nuk dëgjon dhe nuk nin, apo nuk mund të fol mirë, a ka obligim m'ia dhënë ose a mund të m'ia dhënë apo jo? Nëse janë të varfër, mos i ngatrojmë këto gjëra. Pse ai është i smuar, pse ai nuk dëgjon, ai mund të jetë i pasur. Pra është dallimi këtë? Këtu duhet ta kem dallimin. Por ne zakonshëm kur përmendim smundjet, sikur përmendim që ai nuk është i aftë të punoj, dhe rrjedhimisht edhe është i varfër për jetën për ndihmë. Mirë po, gjithnjë të mësohemi që ta bëjmë pyetjen fillimisht. Unë mund të mos kem aftësi me punu, por jam qëllu djalë i një babe që ma ka lënë trashëgimi një dyqan në zemër të Prishtinës, i cili më jep 2.000 euro qira. Unë jam me mes, unë jam i short, unë jam me veshkat smura, unë jam me sheqer, unë jam i papun, unë jam në karroc, por unë me gjithat i kam 2.000 euro të hyra. Kryeministri nuk i ka aq. Do të thotë, nuk du ta lidhim çështjen me sëmundje, por çështjen me nevojën. Nëse dhëndëri, pra motra e martuar, i kanë kushtet e vështira ekonomike të lejohet m'ia dhënë zakatin. Atëherë hoxhë, këtu jemi në fund të këtij emisioni, sigurisht që kisha edhe shumë pyetje sa i përket temës së edukatës muslimanët, por që jemi ka fundi, doja me pika shkurta pak tek rrjetet sociale që po sfidojnë çdo familje, dhe familjet e muslimane dhe familjet e hoxhallarëve dhe familjet e gjitha. Kemi shembuj pra prindër që kanë edukat mirë dhe fëmijë të tjerë, por në një anë tjetër e shohim se si vajza ose djali i një personi, ndonë sepse jo dhe një hoxha që në rrjetet sociale nuk është që tregohet aq i edukueshëm, aq i moralshëm. Pra, në një forme pastaj lidhet tek fillimet që njerëzit fillojnë dhe e gushdojnë se etiketojnë edhe hoxhën se pse se ka edukuar këtë rast fëmijën apo djalin apo vajzën e saj. Pika shkurtë më qenë se mi ka fundi. Rrjetet sociale, masi përmende, unë dje ose mbrëm kuptova një statistikë nga një ekspert këtu në vendin tonë, që ishte e çuditshme se ndër vendet e rajonit kosovarët janë më së shumti që shpenzojnë kohë në internet. Pra që i bie me tekst të veçantë janë rrjetet sociale. Kur qëndrojmë shumë në rrjetet sociale dhe lexojmë çfarë mos, atëherë edhe gishtat e tonë, po e them, shkruajnë çfarë do. Ne duhet të kemi shumë parasysh që pse jemi në rrjetet sociale dhe na mundsohet që aty të kemi një nickname, një emër jo original tonë. Të mos jam unë aty Muhamedi, po të jem Bardhi. Dhe këtë Bardhi nuk e kam tash unë shumë prioritet se apo e qes me fytyrë të mirë apo me jo fytyrë të mirë, dhe ose edhe tek shumë musliman Ebu Filani ose Ibn Filani, e që pastaj me atë Ebu Filanin ai është shkallon në për fetva, është gjithmonë me mendime radikale, bëhu burr, thuj unë jam Naim Hoxha dhe unë mendoj për këtë çështje në mënyrën më radikale të mundshme. S'është problem. Ama jo si Naim Hoxha pacifist, si Ebu Filani, ti jesh ai xhihadisti i fortë dhe që ti i shet mendje të tjerë dhe ti etiketon të tjerë për një frikë ose të ngjashme. Hoxha në çdo variant është i etiketuar valla. Hoxha është i etiketuar sepse edhe po ta kishte familjen në nivel, ne më njerë thojmë, po i me xhamat nuk e kryen punën.
nëse e ka xhamatin mirë, po familjen jo mirë, unë nise prej vetës. Hoxhallarët me familjet e tyre kanë neglizhencë të hatashme. Dhe po të kryjnë detyrat familjare ata, ndoshta, unë nuk duk të them këtë, ndoshta dikuj do t'i duket që sa mirë prifrin që nuk martohen fare. Domethënë ata janë të izoluar prej jetës së përditshme dhe e kanë dedikimin e kohës tyre krejtësisht për fe. Kjo do të ishte më lehtë, nuk kërkohet në fin tonë, absolutisht. Mirë po, unë edhe nga praktikat që kam pa, kur e thash nga vetja, nuk po e them vetëm si bab, po e them edhe si djalë hoxhe. Baba im shumë pak është marrë me mua. Krahasimisht, domethënë kam pas një bab shumë të famshëm, por sa i përket zhvillimit tim dhe edukimit tim, ndoshta prej fëmijëve tjerë me mua më tepër është marrë, se kam qenë i vogli, më ka rënë më shumë kohë me nejt me to, më ka marrë në odë më tepër e tjera. Po duhet të them, megjithatë, unë nga baba jam mësuar të lexoj Kur'an, por jam mësuar të lexoj në xhami, jo në shtëpi. Pra në mejtepin ku i kam mësuar dhe nxënësit e tjerë. Është vështirë, hoxhallarët e kanë vështirë që të bëjnë atë kohën detyrë në shtëpitë e tyre, sido që tjetë. Megjithatë, kur janë shëmbëltyr, do të jenë shëmbëltyr edhe me gratë e tyre, edhe me fëmijët e tyre, edhe të shkëlqejnë edhe në rrjetet sociale, edhe të mundohen të motivojnë tjerët, po edhe të jenë shëmbëltyr se si duhet të jetë sjellja e dikujt në rrjetet sociale, të kenë një edukim dhe të lartë të paraqesim një respekt për tjetrin, edhe duke e kundërshtuar. Atëherë hoxh, faleminderit shumë, Allah shpërbleftësi që pjesë e këtij misioni. Faleminderit edhe për ju për ftesën. Faleminderit shumë, ja çmoj këtë, Zoti ju nderoft, ishte kënaqësi edhe për mua. Të nderuar me çka për këtë emision, takohemi të hanën e ardhshme, deri atëherë mirëmbëjtje. Selam aleikum.